Rozi, unë e di që shumica e publikut që të njohin prej vitesh, e din se sa regjizore mirë je ti, sa aktore mirë je ti, sa pedagoge mirë je ti, po unë dua të ndalim pak te pjesa e regjizurës. Ke vënë shumë shfaqje në skenë. Ka një shfaqje që Rozi e do, e veçon, por edhe ndoshta ka gjetur pak roza aty brenda. Ka një shfaqje që ti ke gjetur vërtet veten tënde? Po. Cila ka qenë? Është shfaqja Tre dimrat. Që kur e lexova tekstin për herë të parë, kuptova dhe ndjeva gjithë rrugtimin e familjes time dhe si pjesë e familjes time jam edhe unë. Dhe përtej kësaj, ajo shfaqje përmbar gjithë jetën e gjithë shqiptarëve. Vërtet ngjarjet zhvillohen në Kroaci, por Kroacia si vend i rajonit dhe Ballkan, siç jemi dhe neve, na përfaqësonte maksimalisht mirë. Në atë shfaqje ka elemente thellësisht të mia, që do të thotë përjetime që kur kam qenë e vogël edhe derisa kam fluturuar si një shpend në vendet e ngrohta. Vendet e ngrohta janë ajo çfarë ti do të bësh në jetë dhe realizon qëllimet e tua. Pra, kam fluturuar si një dallandyshe nga vendi i lindjes dhe kam krijuar një vendlindje tjetër që e dashuroj pafund dhe që jam dhuruar e tëra, qoftë në profesion, qoftë edhe në rrugtimin tim si qenie sociale. Aty janë kujtimet e gjyshes time, e mamas time, e motrës time, të mijat, qoftë me objektet që janë shumë të kursyera, por që ka një domethënie të jashtëzakonshme. Tavolina ku hahet darka, dhe unë jo pa qëllim e kam elaboruar në 3 etapa, dhe poshtë tavolinës, kur kam qenë e vogël, në kohën tonë, kush kishte një televizor në shtëpi, ishte ngjarje në lagje, dhe unë kujtoj se ne kishim një televizor në shtëpi, dhe kujtoj motrën time që shkonte nga kati i parë deri në katin e 4 të pallati duke trokitur eja nëse filloi filmi, apo të tjerët eja nëse filluan lajmet. Dhe shtëpia nuk kishte hapësirë aq të madhe dhe ne fëmijët qëndronim poshtë tavolinës. Për të parë. Dhe unë aty vizatoja duart dhe kam kuptuar se sa jam rritur, edhe përpiqesha të shkruaja emrin apo ato gërma që u njihja që kur kam qenë e vogël, dhe kur fillon kofshienca jote, edhe ato piktura të vogla, dhe po atë gjë bëra atje, dhe nëpërmjet një tavoline ndrova vitet. Ka histori të familjes time në shumë breza. Shumë e bukur. Kështu që Tre dimrat është komplet familja ime aty brenda. Rozi, ti ke bashkëpunuar me aktorë të ndryshëm, qoftë ata të rinj dhe qoftë ato më shumë në zë. Do doja që Rozi Kostanit më jepte disa emra aktores, artistësh që vërtet i vlerëson edhe i quan ndër më të mirët që ne kemi në Shqipëri. Po, është e vërtet dhe jam mirënjohëse se është bashkëpunim, është bashkëputim dhe nëse nuk shkëmbejmë energji të njëjtë me njëri tjetrin, nuk ndërtohet gjithë ajo magji që quhet teatr, e cila të arratisë dhe të çonte problemet apo problematikat, fenomenet që ka shoqëria. Jam me fat, po edhe shumë e lumtur që kam punuar me Ylka Mujën, një ndër aktoret e mëdha të skenës, po e madhe edhe si njeri. Me Luiza Gjuvanin, po e filloj nga femrat, sepse unë besoj shumë tek forca e femrës, dhe tek sfidat që ka përballuar një femër gjatë gjithë jetës rrugtimit të saj. Nuk është e lehtë të bëhet një femër, është shumë herë më e vështirë nga gjinia tjetër. Do përmend Viktor Zhustin, me cilin ka qenë një bashkëpunim shumë i bukur dhe shumë produktiv. Do përmend Helidon Finon, me që e kisha tek shfaqja e fundit. Do përmend Armela Demaj, që është brezi mesëm, do thoja, Elia Zaharin, ka goxha, Klea Konomin, ka shumë. Të ka zhgënjur ndonjëherë në ndonjë koleg? Jo, procesi i punës ka dinamikën e saj. Flas konkretisht me emra. Jo, nuk mendoj që është zhgënjim, sepse unë nuk besoj shumë tek zhgënjimi. E di pse? Sepse të gjithë e tregojnë veten se kush janë. Është nevoja jonë për ta pranuar atë shenjë që ai ta dha, pak më përpara.
Pra nuk pranohet zhgënjimit. Ai ta ka thënë me një sjellje, me një mënyrë, por ti ke patur nevojë për ta pranuar ashtu dhe i ke nxjerrë justifikime. Ke thënë me se e bëri për këtë apo e bëri për atë. Pra zhgënjimi nuk ekziston për mua. Çfarë ndjesie është të duar trokasin dhe çfarë ndjesie është të duar trokasësh ti? Ti ke provuar të dyja, sigurisht, nga një studim shkencor, thuhet që aktori gjatë një procesi të realizimit live të një shfaqje, i vdesin 1000 ca qeliza një herësh, sepse është shkarkimi madh, është përqendrimi jashtëzakonshëm, edhe koncentrimi, përqendrimi është maksimal, i cili nuk është në jetën e përditshme i tillë. Pra gjithë qenia jote është aty 100%. Dhe vdesin shumë qeliza për ta realizuar këtë dinamik skenike. A është vërtet aq bukur sa duket, domethënë sa shumë përplasje, grindje dhe mosmarrveshje kanë aktorët, regjisorët apo gjithë pjesa që vënë në sken një pjesë? Çdo punë, kur merret përsipër, i kalon të gjitha proceset. Por në profesionin tonë, unë e them shpesh edhe studentëve, ja them, është pika e ngopjes. Shpjegohet që pika e ngopjes vjen në një moment që ti kur je aktor, që ti do ka shumë je lodër, apo je bëmyër nga gjithë informacionet, sa ty të është zverdhur edhe nuk do më s'do më të bësh prova, duket sikur s'ka më asgjë për të zbuluar brenda saj, brenda këtij teksti, apo brenda kësaj marrëdhënie, dhe fillojnë ato gjëmbat. Unë them se bëhet me gjëmba aktori. Fillon të gjitha pamundësitë e tij duke i shkarkuar, qofte partneri, që i thot partnerit thuaje kështu, se është veprimi batutës kështu, që unë për vete, kur jam regjizore, e ka të ndaluar çdo aktor të komunikojë me aktorin tjetër. Pra, këtu ka një regjizor, ka një zot pune i cili çdo gjë duhet të kalojë nëpërmjet tij. Edhe kjo është hierarkia punës. Ai që nuk e kupton këtë hierarki pune, pastaj bën gabime dhe përshkallëzohen gjërat. Dhe përgjithsisht ndodh kjo kur disa aktor nuk janë të vetëdijshëm që hierarkia punës duhet respektuar edhe kur regjizori është pa eksperiencë, po e them. Ti ke marrë përsipër të jesh aktori atij regjizori dhe duhet jesh i përulur dhe ti jesh si një fëmijë i cili duhet besojë në gjithë atë proces për të dalë një rezultat i mirë. Nëse ti ke dyshime, dyshimet janë vrastare në punën tonë, sepse ato akumulojnë edhe krijojnë pastaj gjithë ato shkarkime të llojit mosmarrveshje që ne i dëgjojmë shpesh në punë dhe ka patur një periudhë kohe që thonim o zot, sa mirë që përfundoi kjo shfaqje pa një sherr. Pra, prapa skenat janë vërtet shumë të vështira. Po si ja bëni për shembull kur ke një shfaqje dhe ke aktor për shembull që nuk e duan njëri tjetrin, nuk e kanë shumë për zemër. Si funksionon kjo gjë? Përgjithsisht unë kur jam regjizore përpiqem të kuptoj kimin e njëri tjetrit, kush ka kimi me kë. Por mendoj që një regjizor ka puna e parë dhe që është themeltare për zgjedhja e aktorëve dhe organizimi i atmosferës së punës. Atmosfera e punës që të shkojë edhe mbar. Determinuese, po. Sepse nëse ti nuk e përcakton këtë lloj atmosfere, ti je duke i lënë shkak të gjithëve për të bërë çfarë të duan aty. Por aktorët janë egoistë, kanë nevojë të dalin mbi njëri tjetrin, se është luftë e madhe. Dhe ne kemi goxha projekte që janë shkatruar. Vetëm për shkak të kësaj. Rozi, para se të shkojmë te makina dhe ti do marrësh timonin, jemi përballë Akademisë së Arteve ku ti je pedagoge për vitesh. 25 vite. Pyetja ime është, ti ke nxjerr breza aktorësh. Dhe regjizorësh. Dhe regjizorësh në të njëjtën kohë. Do më thuash disa emra aktorësh të cilët ty të kanë bërë vërtet shumë krenar, disa emra nxënësish të tu që janë bërë aktor edhe ty të kanë bërë shumë krenar. Po ka shumë. Unë s'po përmend brezin e parë, sepse ishin fillesat e mia dhe mundet që puna ime të mos u dedikohet totalisht atyre, se kemi ndarë me pedagog tjetër, por
Ka shumë, për shumë unë jam shumë e lumtur që kur shkoj në çdo televizion më del nga një student, ish studenti im, dhe më thotë zysha jam këtu, wow, është mrekulli sepse ajo çfarë ti ke mbjellur tek ata, e para që duhet mbjellur është dashuria për këtë profesion, se pa dashuri nuk bëhet asgjë. Edhe e dyta, profesionalizmi, korrektësia në punë, të cilat unë i vlerësoj shumë, sepse puna duhet ketë se s'bën një korrektësi për të ndjekur etapat e saj. Unë do përmend për shembull si aktore, po filloj nga femrat gjithmonë, sepse unë e kam marrë edhe në shfaqjen time 3 dimrat, është Ina Morinaj. Do përmend Benada Mullaj, e cila është bërë është bërë jo vetëm regjizore e mirë, por edhe një skenariste e mirë, dramaturge gjithashtu, dhe jam shumë krenare për të, që kudo që shkoj përmendet emri i saj dhe më bën të ndihem krenare. Ka për shembull Alexander Grami është e Portokallia bashkë me Jorge Broken, që janë 2 studentat e mi. Se s'po më vinë të gjithë tani. Po ka pa fund. Ka pa fund. Edhe është krenaria madhe që ti nxjerr breza kaq të mirë aktorësh, edhe brezat e mirë dalin kur është brumë mirë, thuhet në Shqipëri. Ne do ta vazhdojmë bisedën tonë, por kësaj here on the road në makinë me shofere Rozi Kostanin. Më tha që është shumë e mirë si shofere, edhe unë kam besimin e plot për t'ia dhënë timonin. Shihemi pas pak me Rozin. E dashuroj makinën.